Gjykata vjen atje, në rast se unë si avokat mungoj, nuk vete në gjyq, dhe nuk kam arsye për të mos shkuar në gjyq, gjykata e përsërit dhe njerë, dhe thot, cakton avokat tjetër, kryesisht. Thot që s'ka arsye, që s'ka ardhur, dhe cakton një avokat kryesisht. Dhe në seancën tjetër, në rast se unë përsërit, do më thënë që jam avokati ti, nuk vete në gjykim, gjyki e bën avokati kryesisht i çështjes. Dhe në rast se unë kërkoj shtyrjen e gjykimit për një arsye për një tjetër, gjykata po që e objektive ma shtyr njerë mua gjykimin e çështjes. Po pastaj në rast se unë mungoj nuk vete, në rast se unë paraqes njerë justifikime të ndryshme, thjesht dhe vetëm me motiv zvarritjen e gjykimit, gjykata ka avokatët e gatshëm. Avokatin e gatshëm gjykata në raste të tilla, kur ka të bëjë me çështje të tilla të mëdha, ose me një numër të konsiderueshëm të pandeurish, gjykata merr deri në 5 avokat kryesisht, u jep atyre dosjen që ta studiojnë me vëmendje, dhe pastaj nëse mungon një, ajo ka të gatshëm, tak me njëre fut në proces dhe vazhdojnë gjykimi i çështjes. Kështu që në rastin konkret nuk veprohet, nuk e zbatojnë këtë detyrim ligjor që e zbatojnë për të gjitha rastet e tjera. Për rastin e kompleksit partizanit, Sali Berishës nuk e zbatojmë. Pse? Sepse po bëm politik gjykata e shkallës parë, GKK-oja e Erion Banit. Politikën që aspekt? Në aspektin që është futur dhe ajo në fushat elektorale. Edhe thot, derisa të bëhet 11 maj, thot, do vazhdojmë këshune, do të ashtyjmë, sepse i gënjen mendja edhe thot që mas e fiton Saliu, edhe pasaj po fitoj Saliu, fitojmë na i pikre, në kryetar që jam unë, thot, mos bëjmë kryetar pastaj. S'ka arsye tjetër, asë një arsye. Janë subjektive atë gjitha. Kjo që thot Beqiri, pra, në raste të tjera, kur mungon avokati, gjetë avokat tjetër, ndërsa në rasti konkret pranohet mungesa avokatëve e pasere. Nga pikpamja e curisë një gjykimi, dakord kështu është, por nga ana tjetër, duke pasi, po i parafrazoj avokatin që thot që është çështja e Berishës, me që është Berisha dhe ata nuk guxojnë. Tash ka dy momente, ose kjo dosje nuk ka, dhe gjykata nuk është e aftë me ato prova që ka sjell për ta rikthyer dosjen, apo për ta pushuar, për ta kaluar në gjykim, nuk ka argument, dhe pranon në një farë mënyrë, pranon lojën e avokatëve. Pra bie në grackën e kësaj, një gjyqtare që ishte gjyqtare, po të ishte gjyqtare tamam, me personalitetin e saj, do bënte veprimet absolute të saj, sepse duhet të kuptojmë që të gjithë kundërshtimet çohen paraparkish me shkrim, gjykata i shef i bën dhe pastaj bëhet seanca paraprake. Duke e shtyrë në këtë lloj forme, më le të dyshoj që gjykata nuk është e bindur për kalimin e dosjes, sepse duhet të shohim çik edhe politikisht. Pra akuzat nuk qëndrojnë ose pretendimet. Pretendimet flasim më tepër, sepse do ta shohim çik kështu politikisht, nëse do ta kaloj çështën në gjykim dhe do dali bllov, do marrë një goditje të madhe. Nëse do ta kthej prap ka të goditje. Pra është një dilemë, duhet të jetë një profesionalizëm i gjykatës, edhe i vetë prokurorisë me prova që ka quajtur. Po çfarë do ndryshoj pas një muaji e zëm? Po se s'ka lidhje. Pikërisht pra, sepse nuk ka lidhje me këtë fare. Unë gjykoj, duke qenë edhe përvoja e jonë që nëpër gjyqe të tjera që kemi përvojat e hidhura, gjykoj që vetë gjykata ndoshta nuk do të bëhet pjesë e lojës, do ta shtyj, do të shofi se si shkon situata. Pra e ka për mirë, mos të ndikojnë në politikë. Jo, nuk them se e ka për mirë. Për mua nuk është se e ka për mirë. Për mua ka atë pjesën që tregon në një farë mënyrë edhe pa aftësinë e vetë gjyqësorit, domethënë për të marrë një vendim, i mirë apo i keq, nuk e paragjykoj nëse do ta kaloj. Vendimi është ligjor apo jo, s'ka pse të bazohet i mirë apo i keq. Nuk do ta paragjykoj nëse do ta kaloj në seancë apo do ta pushoj fare apo do ta kthej, se edhe mund ta kthej për plotësim dosje. Gjithçka të bazohet në ligj kaq duam. Pikërisht pra, dhe të treja rastet bazohet në ligj, sepse është bindja e saj e brendshme, thotë me këto prova që ke, mua nuk më sjell dhe ma kthe. Mirë, po duke e kthy, ajo gjykoj unë, ka frikë se do marrë një presion tjetër, duke të thënë që kjo gjyqtare po del kratë këti, kjo po del kratë ti. Po nesër s'do ta marrë ajo këtë? Patjetër, Po tash pra kërkon ta shtyej.
avokat, nuk e që po them, që po mundohet... Se ajo në rastin konkret, ka në favore e avokatët. Më falë, po t'ishte e bindur që... Po e bindur është 100%, ajo është e bindur, se s'nuk lidhe nga bindja kjo. Tashi unë nuk e di, po t'ishte e bindur, unë nuk jam nga ata që e marë a priori çdo gjë, dhe nuk jam që duhet ta gjykoj unë atë. Unë po them, po t'ishte e bindur në logjikën tonë, dhe në punën tonë përditshme, nëse ishte e bindur, ajo e kalonte. Qoftë apo e kthete mbrapsht, apo merrte një vendim. Shtyrja në këtë lloj forme tregon që ajo s'ka, themi, ta bam për ta bë. Më shqip, më. Po do me thënë nuk është ligjore, këtë po themi neve. Po ligjore. Ne po themi që po bën politikë. Sepse